Përshëndetje, profi më i mirë. Përshëndetje, si jeni jeni mirë, ti si jeni falënderit. Atë gjën fëmija. Po, edhe ne edhe ata. Ka kompromise, zakonisht në komunikim për të qenë i suksesshëm duhet të dëgjojsh edhe të sugjerojsh edhe të pranojsh. Po, Ato që thonë. po. Si është arsimi në përgjithësi, tash i afrohe fundit, edhe duhet një koncept rreth asaj se si e mendon arsimin. E vërtet është, ne që kemi kaluar periudha pak më të gjatë kohore, unë do të 40 vite në arsim, mbi 40 vite dhe s'po i kaloj tani, është në pyetje se ajo që kemi kaluar para, themi, 4 dekadën e parë, të dytën, tretën, tani e katërta, do thotë, vërehen ndryshimet, disa që janë ndryshimet të cilat duam të pranojmë ose jo, kohë është, ndryshimet ndodhin, do thotë, edhe aty nuk ka ne çka të, nuk mund ne tërkohën të kërkojmë atë të mbetet ajo që ka qenë, edhe nuk duhet të mbetet ajo. Ne duhet të krenohemi me të kaluarën, si ka qenë arsimin, cilat kushte kemi mësuar, si kanë qenë mësimdhënësit, si ka qenë sistemi arsimor, si ka qenë atmosfera në shkollë, si ka qenë shoqërimi i shokëve, shoqë, qasja ndaj të mësuarit, kushtet të mësuarit e kështu me radhë. Mirë po, nëse të vazhdimisht ne që jemi në arsim dhe po merremi me këta sfida të arsimit edhe me disa hulumtime të tilla, edhe me analizat e hulumtimeve të tjera që i bëjnë, analizat dhe s'po tregojnë se ka rënje, do thotë